Për gjykatën e posaçme të apelit kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj për shkak të pushtetit që ka, mund të intimidojë dëshmitar dhe të prish prova duke rrezikuar hetimin. Në qendër të këtij të fundit konsiderohet aktiviteti i Bashkisë së Tiranës dhe për këtë krijohet rreziku i marrjes së provave në vijim. Apeli shton se është provuar se një pjesë të dëshmitarëve të thirrur nga SPAK janë takuar më parë nga bashkëshortja e kryebashkiakut dhe në këto takime kanë qenë edhe zyrtarë të lartë të bashkisë. Në vendimin e zbardhur gjithashtu gjyqtari Engert Pullumbi konsideron se argument për të mos ndryshuar masën e sigurisë arrest në burg, edhe rrezikun që i pari Tiranës të arratiset. Shkalla e dytë e gjykatës së posaçme sqaron se gjatë shqyrtimit të çështjes zgjeti të drejtë edhe argumentin e shkallës së parë për intimidimin e grupit të hetimit, si dhe ka marrë në konsiderat edhe sjelljen e të hetuarit në ambientet e paraburgimit të Durrësit. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në qeli për dyshimet se është përfshirë në korrupsione e pastrim parash, akuza që janë mohuar prej tij në disa reagime publike, por edhe përpara gjykatës. Ndërkohë, pas zbardhjes së vendimit, avokatët e Veliajt pritet i drejtohen gjykatës së lartë me rekurs për të goditur masën e sigurisë arrest në burg.